Andon të përshëndes, tashmë protesta e opozitës ka përfunduar, ndonë se vetëm pak qaste më parë kjo protest është përshkallëzuar nga militantët e Partisë Demokratike duke hedhur molotov drejt kryeministrisë. Çfarë po ndodh në këto momente aty? Protesta mund të konsiderohet përfundimisht e mbyllur. Bulevardi Dëshmorët e Kombit është boshatisur. Shoh vetëm në podium kanë mbetur një grup militantësh apo drejtues të Partisë Demokratike. Edhe ata janë duke u shpërndar dal nga dal, ndërsa festivali i koktelve të Molotove ka zgjatur vetëm 5 minuta, deri tani sipas informacioneve pa të lënduar. Forcat e policisë vijojnë të jenë gatishmëri para kryeministrisë për të marrë sigurisht gjitha masat e duhura për përfundimin e kësaj proteste. Sigurisht ishte një protestë kombëtare e cila ka zgjatur diku tek 90 minuta me pak folës, kanë qenë gjithsej 6 folës nga të cilët 4 deputet dhe vetë Sali Berisha gjithmonë në mbyllje. Vetë kryetari i Partisë Demokratike është larguar me automjetin e tij. Për pak presim një konfirmim se ku ka shkuar në banesë apo në selin blu. Por duhet të theksuar se nga kjo protestë, më tepër se sa betejë ndaj qeverisë, ra në sy Ylberi, opozitar. Saliani u rikthye pas përjashtimit, ndërsa Adriatik Lapa e refuzoi për herë të dytë ftesën e Sali Berishës dhe u fshet tek bunkeri, ndërsa do të rikthehet për të protestuar para kryeministrisë, por sigurisht pa Sali Berishën. Kjo ishte protesta e parë kombëtare për këtë vit të opozitës dhe me gjasa e fundit për shkak se edhe vetë Berisha, po drejtuesit politik të Partisë Demokratike nuk kanë një plan se kur do të thirret protesta e ardhshme, por duke ditur se festat janë para, me gjitha gjasat, aksioni opozitar do të rikthehet në janar të vitit 2026.